Në kuadër të ditës së drejtësisë dhe jurisprudencës u zhvillua konferenca shkencore studentore. Rektori i Universitetit Luigi Gurakuqi në Shkodër Tonin Gjuraj vlerësoi përpjekjet e studentëve dhe arritjet e tyre që vijnë të konkretizuara përmes kësaj konference. Konferenca sotme është konferencë e dedikuar për studentët, konferencë shkencore studentore, dhe natyrisht kjo është një praktikë mjaft e mirë dhe mirë dëgjoj që një praktikë e tillë do jetë e përvitshme. Ju përgëzoj si fakultet pra për instalimin si thosh të një tradite të tillë. Së dyti, tematika ndoshta po çështjet e drejtësisë ose koncepti së drejtës, ndoshta është çështja më e debatueshme aktualisht sipas meje lidhet me fushatën zgjellore, le ta themi, është një nga çështjet e debatueshme, qëndrimi që kanë forcat politike apo këndvështrimet të ndryshme që ato kanë për në tërësi për reformën e drejtësisë, por edhe për sistemin e drejtësisë. Drejtësia konsiderohet si një ndër vlera themelore demokratike. Për dekanin e Fakultetit të Drejtësisë, konferenca u vjen në ndihmë jo vetëm studentëve, por edhe stafit akademik. Mendoj që analiza dhe debati shkencor mbi këto zhvillime duhet të nxjisë komunitetin e institucioneve të arsimit lartë dhe të kërkoj e të përgjigjemi me përgjegjësinë e një angazhimi serioz. Suksesi dhe kontributi i çdo iniciative dhe i çdo angazhimi vjen vetëm nëse të gjithë aktorët kontribojnë edhe bashkërëndisin veprimet e tyre. Shkelja e drejtave të njerëzit, përgjimi në një proces penal, standardet e legjislacionit shqiptar ishin disa prej temave që u referuan gjatë kësaj konference. 10 referuesit student nuk ishin vetëm nga dega e drejtësisë, por edhe të fakulteteve të tjera.